Moti i kthjellët dhe temperaturat e favorshme e kanë kthyer këtë të diel të 19 prillit në një ditë tipike pranverore, por me atmosferë verore në qytetin bregdetar të Vlorës. Dielli i ngrohtë dhe kushtet e qëndrueshme atmosferike kanë nxitur një numër të madh qytetarësh dhe turistësh t'i drejtojnë plazheve, duke shënuar kështu një rritje të dukshme të frekuentimit krahasuar me ditët e mëparshme. Plazhet e qytetit u pan të mbusheshin qysh prej orëve të para të mëngjesit, ku vizitorë vendas dhe të huaj zgjodhen të shijojnë rrezet e diellit dhe detin e qetë. Turistë të veshur me rroba të lehta verore u pan të shpërndar përgjatë vijës bregdetare, duke shfrytëzuar motin e ngrohtë për relaks dhe pushim. Edhe bizneset përgjatë zonës turistike, sidomos kafenet, u pan të mbushen plot e përplot nga qytetarë dhe jo vetëm. Gjatësia lungomares së Vlorës u pa të kthejë në një hapësirë të gjallë aktiviteti. Qytetarë të moshave të ndryshme zgjodhen ta shfrytëzojnë shëtitoren për ecje, vrap, ciklizëm, si dhe aktivitete të tjera sportive. Hapësirat Buzdetit u mbushën me lëvizje të vazhdueshme, duke krijuar kështu një panoramë mjaft dinamike. Edhe pse jemi ende para çeljes së sezonit turistik, plazhi duket se ka mbërritur herët për qytetin e Vlorës dhe kjo e diel e ka reflektuar më së miri këtë. Nëse kushtet e favorshme atmosferike do të vijojnë kështu, jeta turistike dhe sociale e qytetit do të jetë mjaft e gjallë, duke sjellë edhe pritshmëri më të larta për Vlorën, si një nga destinacionet kryesore bregdetare në vend.